Një 51 vjeçar nga Korça është vendosur në pranga pasi akuzohet se kontrabandonte mallra nga Greqia. 51 vjeçari u arrestua në aksin rrugor të pikës kufitare Kapshtic Bilisht, teksa po lëvizte me makinën e tij. Mallrat u sekuestruan si provë materiale. Në vijim të kontrollave sistematike dhe atyre të bazuara tek informacionet e inteligjencës policore, shërbimet e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin Korçë ndaluan në aksin rrugor pika e kalimit kufitar Kapshtic Bilisht automjetin me drejtues shtetasin me inicialet MK 51 vjeç, banues në Korçë. Nga kontrolli në automjet janë gjetur mallra të dyshuara të kontrabanduara nga Greqia, sepse nuk ishin të pajisura me fatura blerjeje. Në vijim të veprimeve procedurale, u arrestua në flagrancë 51 vjeçari për veprat penale, kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë, ose me pezullim të plot apo të pjesshëm nga detyrimet doganore ose të akcizës, dhe kontrabanda me mallra të tjera, si dhe u sekuestruan mallrat, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkohë në gjendje të lirë do të hetohet doganjeri që ishte në shërbim për shpërdorim të detyrës. Pas verifikimeve të mëtejshme për rastin, nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet M 45 vjeç, banues në Korçë, me detyrë doganjer në pikën e kalimit kufitar Kapshtic, pasi dyshohet se ka shpërdoruar detyrën duke mos kryer kontroll në automjetin e shtetasit MK. Në momentin e paraqitjes në këtë pikë kalimi, thuhet mëtej në njoftimin e policisë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.